Ndërsa Tirana po mbytet nga kullat dhe pronat publike po kalojnë njëra pas tjetrës në duar private, një tjetër rast i rënd i konfliktit të interesit del hapur te projekti i shtëpisë së fëmijëve Zyber Allulli, ku përfitimi privat lidhet drejt për drejt me drejtimin e territorit. Orlanda Karamuço është drejtoresha e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, institucion që merret me planifikimin, zhvillimin dhe orientimin e territorit në Shqipëri, pra me mënyrën se si trulli publik ndryshon funksion dhe hapet për ndërtim. Në të njëjtën kohë, ProGreen, kompania drejtuar nga bashkëshorti i saj Genc Kuçuku, u shpall një nga fituesit e konkursit për projektin e shtëpisë së fëmijëve Zyber Allulli, projekt që shërben për zhvendosjen e institucionit dhe lirimin e trullit qendror ku do të ndërtohen kulla. Pra drejtuesja e agjencisë që merret me territorin është bashkëshortja e pronarit kompanisë që përfiton nga zhvillimi i territorit. Ky nuk është interpretim, por fakt. Konkursi për Zyber Allulli u prezantua nga Edi Rama dhe Elira Kokona si projekt social, si investim për jetimët dhe si model zhvillimi, ndërsa në realitet prodhoi shembjen e godinave ekzistuese, zhvendosjen e fëmijëve në periferi dhe lirimin e një trulli me vlerë të jashtëzakonshme ndërtimore për kullat private. Nga ky konkurs, një nga subjektet e përfshira drejt për drejt në projekt ishte ProGreen, kompania lidhur familjarisht me drejtoreshën e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. Në çdo shtet normal vetëm ky fakt do të mjaftonte që procesi të ndalej, të pezullohej dhe të verifikohej. Në Shqipëri ky fakt kalon pa zhurmë, sepse pushteti mbi territorin dhe përfitimi nga territori kanë kohë që funksionojnë brenda të njëjtit rreth. Shtëpia e fëmijëve u përdor si mbulesë. U tha se fëmijët do të kenë kushte të mira, ndërsa trulli ku ndodhet sot institucioni u fut në proces ndërtimi. Godina e re në periferi shërben për të justifikuar një operacion ku përfitimi real nuk është institucioni social por toka që lirohet. Ky rast tregon qartë se si sot në Shqipëri lejet, konkurset dhe zhvillimi i territorit nuk ndahen nga lidhjet familjare, por kalojnë përmes tyre, ndërsa shteti sillet sikur nuk sheh asgjë. Pamfleti nuk thotë se qytetarëve u duhet hequr e drejta për të punuar, por fakti që drejtoresha e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit është bashkëshortja e pronarit të një kompanie fituese në zhvillimin e një trulli publik, përbën konflikt të hapur interesi dhe cënon çdo parim të administrimit të territorit. Zyber Allulli nuk është përjashtim, por shembulli më i qartë se si po funksionon sot ndarja e territorit në Tiranë. Vion. Kontrolli i lartë i shtetit ka kapur shpresanikën e kompanisë Nika SHPK dhe Adriatik Zeqillarin e kompanisë Zeqillari SHPK, duke vjedhur parat publike përmes mashtrimit me zbatimin e kontratave me Bashkinë e Korçës për punë publike. Nga auditimi i veprimtarisë së Bashkisë së Korçës, KLSH ka konstatuar se dy kompanitë jo vetëm janë shpallur fituese të tenderëve në mënyrë të padrejtë, por kanë mashtruar me zbatimin e kontratave përmes situatave false për punime fiktive duke vjedhur parat publike. Më konkretisht, Adriatik Zeqillari ka vjedhur një pjesë të parave të tenderit për qendrën e kreativitetit faza 2 e Korçës, duke mashtruar me zbatimin e kontratës dhe certifikuar me situata false punimet pa kryera. Ka dyshime të forta se përvetësimi i parave publike me tenderët bëhet në bashkëpunim me kryebashkiakun e Korçës, Sotiraq Filo, i cili duhet mbikëqyrë zbatimin e kontratave që lidh me klientët e tij. Ndërkaq, sipas raportit të KLSH-s, kompania e ndërtimit Nika SHPK, me pronare në letra Prestanomen Shpresanika e ka kthyer në normë vjedhjen e parave publike përmes mashtrimit në zbatimin e kontratave, duke certifikuar punime fiktive me praktik false. Kompania duket se e ka kthyer në praktik zhvatjen e parave publike me këtë marifet edhe në bashki të tjera. Personazhet që fshihen pas Shpresanikës kanë vjedhur një pjesë të parave të tenderëve të Bashkisë Korçë për rikonstruksionin e shkollës së mesme të përgjithshme Emerdishnica, paratë e tenderit për terrene sportive dhe punime të tjera në shkollën Themistokli Gërmenji, ndërtimin e palestrës së shkollës Sevasti Qiriazi, rikonstruksioni i Muzeut Oriental Bratko e të tjerë. Në disa raporte të tjera të KLSH-s konstatohet se kompania Nika SHPK është shpallur fituese e tenderëve publik pa plotësuar kriteret e shpallura nga autoriteti publik. Topçiu i Maliqit, skem korrupsioni me Shpresanikën e Shkodrës. Kontrolli i lartë i shtetit në një raport të fundit për veprimtarinë e Bashkisë Maliq ka konstatuar se tenderët me vlerë të lartë të firmosur nga kryebashkiaku Gëzim Topçiu janë në kundërshtim me ligjin, duke ngritur dyshime të forta për një skem korrupsioni me një rreth të mbyllur klientelist. Më 28 dhjetor 2020, Gëzim Topçiu ka firmosur për kompaninë Nika SHPK tenderin me objekt ndërtimi ujësjellësit Maçurisht Plas. Fondi i limit i tenderit ishte 1.8 milion euro, ndërsa oferta fituese rezulton 1.6 milion euro. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se kompania Nika SHPK është shpallur fituese pa plotësuar kriteret e shpallura nga vetë autoriteti kontraktor, pra nga Bashkia e Maliqit. Në shkelje të ligjit, Topçiu i Maliqit ka shpallur fituese edhe kompanitë të tjera. Pronare në letra e kompanisë Nika është 51 vjeçaria nga Shkodra, Shpresanika, pas të cilës fshihen disa ustallar të fondeve publike. Kompania e Prestanomes Shpresanika ka marrë mbi 50 milion euro tender publike vetme dhe në bashkëpunim, në shumë raste pa plotësuar kriteret dhe duke mashtruar me zbatimin e kontratave. Vetëm gjatë 5 viteve të fundit nga arka e shtetit shqiptar kanë kaluar në llogaritë e kompanisë Nika SHPK mbi 24 milion euro në bazë të tenderëve të dyshim dhe klientelist. Po pse kryebashkiaku Gëzim Topçiu i ka dhënë kompanisë Nika tenderi në shkelje të ligjit sipas KLSH-s? Nga rreth 200 tender që ka marrë vetëm kompania Nika SHPK, 24 tender i ka marrë vetëm nga Bashkia e Maliqit.
Ky përqendrim tenderesh në një bashki plus konstatimin e KLSH-s shton më tej dyshimet për një skem korrupsioni të konsoliduar midis kompanisë Nika SHPK dhe kryebashkiakut Gëzim Topçiu. Marr nga prapaskena. Çarçafi i gjatë i shkruar nga Ilir Meta në qelinë e tij në paraburgimin e 313-s nuk e ka çuditur shumë opinionin. U komentua pak ose as pak në media, kur në fakt vetë dëshira për të shkruar nga dikush që prej kohësh e urrente penën dhe bojën është lajm në vetvete. Ndërkaq lajmi tjetër ishte materiali i gjatë i Ilir Metës kur ofende të vërtetën e tij për 21 janarin. Ish-presidenti nuk flet fare për atë çfarë ndodhi më 21 janar 2011, por vetëm për ngjarjet që paraprin atë ditë, kur protesta shpërtheu si reagim ndaj çështjes së videos Meta Prifti. Në shkrimin e tij të gjatë dhe të kujdesur nga ana gjuhësore, Ilir Meta përpiqet jo vetëm të rrëzoj faktet që shqiptarët i kanë parë në videon e famshme, ku imazhi i tij ra përfundimisht për tokë, por edhe të paraqes vrasjet si një pjesë të një plani të përgatitur më herët. Një konspiracion tipik alla toka e shesh, sepse duhet një mendje vërtet gjeniale për t'i besuar versionit se vrasjet ishin përgatitur nga persona të lidhur me Edi Ramën, ndërkohë që u kryen nga gardistët dhe truprojet e Sali Berishës, i cili më pas i mbylli në kryeministri, ndaloi prokurorin, fshiu serverët, pengoi drejtësinë dhe kërcënoi kryeprokurorin dhe presidentin. Pra e vërteta e Ilir Metës nuk është as ndonjë pasion i rishfaqur për ta thënë më në fund pas një jete të kaluar në gënjeshtër, as një lajthitje e radhës, me cilat ka argëtuar opinionin për vite me radhë kur hipte mbi skela Maja dhe Hekura. Lepuri që fshihet në shkurrët e rrëfimit të ish-presidentit për 21 janarin nuk është gjë tjetër veç se një kleçk procedurale për të shtyrë sa më shumë inkriminimin e pritshëm të Sali Berishës nga SPAK për këtë ngjarje. I gjithë ky rrëfim është shembulli klasik i djallit të fshehur në detaje, i përgatitur me kujdes nga avokatët e zgjuar dhe dinak të doktor Berishës. Nëse ndodhi inkriminimi i Sali Berishës përkatësisht shpallja e tij i pandehur dhe hapja e një dosje të re hetimore, avokatët do ta përdorin historinë e Ilir Metës në gjykatën e posaçme të paktën për ta shtyrë në kalendat greke nisjen e hetimeve. Një taktikë e përdorur me sukses edhe në rastin e dosjes Partizani, e cila megjithëse është hapur prej 3 vitesh ende nuk ka nisur të gjykohet. Ndërkohë gjithë pjesa tjetër e tregimtarit të rigjetur përfshir 14 shtatori 98 apo pas vrasjen e Azem Ajdarit nuk është gjë tjetër veç se një garniturë e pjatës së madhe, ku asnjë pjesë nuk hahet me tjetrën sepse janë me nutë të ndryshme. Problemi thelbësor është se Ilir Meta, si në rastin e 14 shtatorit, ashtu edhe në atë të 21 janarit, flet për situata që kanë ndodhur përpara një akti apo krimi shumë të rënd, qoftë sulmi ndaj institucioneve, qoftë vrasja e 4 qytetarëve në bulevard. Nëse Ilir Meta i paska ditur këtë ngjarje përpara, pse atëherë nuk i ndaloi ose SPAK-u nuk u përpoq t'i ndalonte, sepse fjala nxjerr fjalën dhe faktet njihen. Kur ndodhi 14 shtatori, Ilir Meta i hipur në mjetet e policisë bashkë me Anastas Anxhelin, shkoi në Ministrinë e Brendshme duke deklaruar se shumë shpejt kryeministër do të ishte ai vetë dhe se Fatos Nano kishte ikur. Këto episode Meta nuk i përmend ose ndoshta i ka harruar. Megjithatë askush nuk i komentoi pasi si me komand debati u orientua ndryshe në mënyrë që të mos trembej lepuri i Ilir Metës në shkurrët e së vërtetës. Sipas detyrimit të varësisë ligjore, strukturat e inteligjencës dhe agjencitë antikrime antimafia në Shqipëri kanë pasur dhe kanë detyrimin të informohen në kohë reale për çdo zhvillim që lidhet me subjekte ekspozuar në dosjet e krimit të organizuar ndërkombëtar, por siç duket në rastin e Fation Dautajt, këto struktura ose kanë mbyllur syt ose kanë zgjedhur të heshtin, ndërsa pasuritë e tij janë liruar njëra pas tjetrës, pa zhurmë dhe pa shpjegim. Fation Dautajt nuk janë liruar thjesht disa letra në sirtar, por pasuri konkrete që prokuroria e Kukësit i kishte sekuestruar si produkte të dyshuara të pastrimit të parave, ndërsa sot ato pasuri janë sërish në përdorim të lirë sikur dosja penale të mos kishte ekzistuar kurrë. Në të njëjtën kohë, sipas burimeve konfidenciale nga organet ligjzbatuese, Fation Dautajt i është ndaluar hyrja në një shtet të lindjes së mesme, ndalim që ka ndodhur pasi ai kishte mbërritur në destinacion dhe ishte raportuar në kufi duke u kthyer mbrapsht, çka tregon se jashtë Shqipërisë dosjet lexohen dhe zbatohen, ndërsa brenda vendit fshihen. Ndërsa Fation Dautajt i mbyllen kufit jashtë, në Shqipëri i hapen pasuritë, i hapen bizneset dhe i hapen dyert për investime që nuk përputhen me asnjë burim të ligjshëm të deklaruar. Një prej këtyre investimeve është Adamas Resort në Tale të Lezhës, një resort luksoz funksional me ndërtesë hotellerie, pishina, bar dhe restorant, i promovuar publikisht si investim turistik, por që në strukturën e pronësisë figuron i lidhur drejt për drejt me rrethim familjar të Fation Dautajt, përmes vllajt të tij Yusuf Dautaj, i cili zotron 50% të kuotave. Adamas Resort nuk është bujtin, nuk është aktivitet sezonal dhe nuk është biznes formal në letër, por investim që kërkon miliona lek ndërtim, operim dhe mirëmbajtje. Investim që nuk shpjegohet me paga ndërtimi apo pastrimi, por që institucionet shqiptare nuk e kanë pyetur kurrë se nga erdhën parat, edhe pse jashtë Shqipërisë familja Dautaj figuron në raportet e agjencive antikrim. Por Adamas Resort nuk është i vetmi rast. Në Tiranë, në një nga zonat më të survejuara të kryeqytetit, funksionon Twiga Lounge, lokali regjistruar dhe administruar nga Yusuf Dautaj, i cili sipas informacioneve operative është kthyer në bazë të krimit të organizuar, pikë takimi dhe koordinimi,
për persona me precedent penal dhe lidhje me rrjete kriminale, ndërsa policia dhe prokuroria sillen sikur nuk shohin dhe nuk dëgjojnë. Tfiga Longe nuk është thjesht barnate, por adresë e njohur në qarqet e krimit, ndërkohë që askush nuk shpjegon se si subjekti lidhur drejt për drejt me një person të refuzuar në kufi ndërkombëtar për rrezikshmëri hap dhe mban një biznes të tillë në qendër të Tiranës me vlerë 1 milion euro pas një kontroll nga organet ligjzbatuese. Në Angli, Fatjon Dautaj në një policia, një National Crime Agency, një Home Office dhe kanë njohur gjykatat që i kanë rrëzuar apelimet, duke e cilësuar pjesë të krimit të organizuar shqiptar. Mediat britanike e kanë përmendur me emër dhe mbiemër për trafik kokaine, pastrim parash dhe dhunë. Në Shqipëri pasuritë e tij lirohen, resortet funksionojnë dhe longjet shndërrohen në baza. Emri i Fatjon Dautajt nuk del vetëm në kronikat shqiptare apo në dosje të mbyllura sirtarësh, por figuron i shkruar edhe në një vendim gjyqësor të hapur të drejtësisë britanike, konkretisht në vendimin e datës 17 qershor 2024 të Gjykatës së Lartë në Londër në çështjen Sali Berisha, kundër sekretarit të shtetit për Home Department, ku gjykata analizon arsyet pse ish kryeministrit shqiptar i është ndaluar hyrja në Mbretërinë e Bashkuar. Në paragrafin 62.b të vendimit të datës 17 qershor 2024, Gjykata e Lartë në Londër referon videon ku shfaqet Dautaj duke goditur derën e selisë së Partisë Demokratike, video e cila është përdorur nga Home Office për të provuar se Sali Berisha përdor lidhje kriminale për përfitim personal. Sipas detyrimit ligjor dhe praktikës së bashkëpunimit ndërkombëtar, një vendim i tillë i Gjykatës së Lartë në Londër duhet ishte pjesë e dosjeve operative të Shishit, Policisë së Shtetit dhe Prokurorisë së Posaçme, por realiteti tregon se ose këto struktura e kanë marrë dhe e kanë arkivuar, ose e kanë parë dhe e kanë injoruar, ose dikush ka vendosur që rasti Fatjon Dautajt mos prek askënd, pavarësisht se jashtë Shqipërisë ai trajtohet si subjekt me rrezikshmëri të lartë. Ndërkohë që në Angli emri Fatjon Dautajt përdoret për të ndërtuar argument ligjor mbi lidhjet e krimit me politikën, në Shqipëri askush nuk pyet se si një familje e lidhur me këtë emër kontrollon një resort në vijën bregdetare të Tales, mban një lonzh në zemër të kryeqytetit dhe lëviz kapital pa u shqetësuar nga asnjë filtr ligjor, sikur vendi të jetojë jashtë çdo sistemi shkëmbimi informacioni me partnerët ndërkombëtar. Shish dhe agjensitë antikrime antimafia të policisë duhet të kenë ndjekur, raportuar dhe mbajtur në vëzhgim çdo zhvillim që lidhet me Fatjon Dautajin, një emër i përmendur në dosje të krimit të organizuar ndërkombëtar dhe në vendime gjyqësore britanike, por siç duket në një moment të caktuar dikush ka vendosur që ky zinxhir të kputet, sepse pasuritë e sekuestruara u liruan, hetimi u shua dhe bizneset vazhduan aktivitetin pas një pengesë, ndërkohë që jashtë Shqipërisë i njëjti person ndalohet në kufi si rrezik. Pas denoncimit të pamfletit me urdhër të SPAK, mësohet se janë ushtruar kontrolle në kompaninë e Vita SHPK në pronësi të biznesmenit Klodiana Llojbeu. Forcat e Byros Kombëtare të Hetimit kanë ushtruar kontrolle edhe në një firmë tjetër dhe në një banesë në zonën e Selitës në Tiranë në pronësi të grekut Yanis Karathano. Klodiana Llojbeu i Spitalit Amerikan dhe greku Yanis Karathano janë përfitues të 2 koncesioneve të dializës dhe laboratorëve me vlera përkatësisht rreth 120 milion euro dhe 140 milion euro nga tenderët e shëndetësisë. 26 janar të këtij viti, Ministria e Shëndetësisë Sevi Sala dhe drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruara Arlinda Pogaj në varësi të Ministrisë së Ekonomisë kanë mbyllur pazarin për një tjetër tender me vlerë të lartë financiare. Sipas njoftimit publik, Ministria Sala dhe drejtoresha Pogaj i kanë dhënë kompanisë Vita SHPK të Klodiana Llojbeut, pronari i Spitalit Amerikan dhe kompanisë Pegasus SHPK të Yanis Karathanos, tenderin për blerjen e reagentëve për testimin e gjakut për agjentët infektiv me vlerë 2.2 milion euro me TVSH. Tenderi është dhënë me ofertë dhe vlerë kontrate sa 99.99% e fondit limit, një praktikë e njohur në PPP-n e dializës dhe PPP-n e laboratorëve, ku Klodiana Llojbeu dhe Yanis Karathano kanë përfituar rreth 90% të tenderëve gjatë 12 viteve pushtet të PS-s. Logjik që tregon se përfitojnë edhe ata që i sajojnë dhe i firmosin tenderët. Procedura parashikonte që tenderi t'i jepej një kompani pjesëmarrëse me një ofertë, por Ministria e Shëndetësisë Sevi Sala dhe drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruara vendosën të shpallin fituese 2 kompani, duke bashkuar në një kontratë Klodiana Llojbeun dhe Yanis Karathanon me nga 50% të fondit. Sipas informacioneve, bashkimi i tyre në një tepsi ishte i detyruar pasi Llojbeu dhe Karathano ishin në rivalitet për ta marrë tenderin secili për vete. Pas ndërhyrjes dhe negocimit të ministres Sala, ata ranë dakord ta ndanin kontratën 50% me 50% duke përfituar së bashku vlerën 2.2 milion euro.
Arrestohet në Turqi Bledar Doçi, vëllai Elvis Doçit, i njohur ndryshe si Visi i Pojës. Nga raportimet mësohet se Bledar Doçi ka qenë i shpallur në kërkim ndërkombëtar, ndërsa arrestimi në Turqi ka ndodhur për llogari të drejtësisë italiane. Kjo e fundit sipas raportimeve ka dyshime për përfshirjen e Bledar Doçit në organizatë kriminale dhe trafikim të lëndëve narkotike. Autoritetet policore turke sipas raportimeve kanë kërkuar informacione në Shqipëri për Bledar Doçin, më konkretisht kanë kërkuar të verifikojnë nëse i arrestuari në Turqi është ose jo i shpalluri në kërkim nga drejtësia italiane. Emri Bledar Doçit është në dosjen e palës italiane në kuadër të hetimeve të përbashkëta të kryera nga pala italiane dhe ajo shqiptare në nëntor 2025, kohë kur u godit grupi i drejtuar nga Visi i Pojës. Në total u lëshuan 24 masa sigurie nga gjykata e Breshjas, ndërsa grupi akuzohej për trafikun e 1.3 tonëve kokainë në harkun kohor të 5 viteve nga viti 2020 deri 2025. Grupi me bazë operative në Shqipëri dhe me degëzime në Itali dyshohet se ka trafikuar drogë nga Amerika e Jugut, duke shfrytzuar rrugë tregtare që kishin si destinacion portet e mëdha të Europës Veriore. Ndërkohë Visi i Pojës është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga prokuroria e posaçme në kuadër të operacionit Ura. Visi i Pojës rezulton kreu i një prej grupeve më të mëdha me bazë në Shqipëri dhe degëzime në Itali për trafikun e drogës nga Amerika e Jugut në Europë. Referuar dosjeve të SPAK për operacionin Ura, Elvis Doçi është bashkëfinancues me rol kryesor si organizator dhe drejton trafikun e drogës nga Amerika Latine drejt vendeve të BE-s. Doçi mbante lidhjet me bashkëfinancuesit e tjerë që në këtë dosje del kreu i grupit tjetër të strukturuar kriminal Adi Çoba. Për realizimin e këtij aktivitetit paligjshëm, Visi i Pojës bashkëpunonte ngushtë me Indrit Afilin, që është niveli i dytë i drejtimit. Në disa raste ai ka pasur edhe rolin e bashkëfinancuesit, si edhe të marrësit në dorëzim të drogës, dhe më pas shpërndarjen e saj dhe shitje në tregun evropian. I treti në radhë është Ogert Shqevi me një pozitë të konsoliduar në grupin e strukturuar kriminal si organizues për mbledhjen e shumave të parave nga të përfshirët në trafikimin apo shitjen e lëndëve narkotike dhe transportin më pas të parave nga Italia drejt Shqipërisë. Niveli 4 i grupit kriminal është një tjetër personazh, Erin Lasku, i cili ka pasur rolin për lehtësimin e transfertave monetare të përfituara nga trafiku i drogës. Dhe niveli 5 dhe i fundit i grupit të dokumentuar nga SPAK janë personazh si Musa Korça, Alfred Hysa, Ligor Çombashi, Rando Aliu dhe Edmond Çupi, që kanë patur rolin e lehtësimit të transfertave monetare nëpërmjet linjave të autobusëve për udhëtime ndërkombëtare. Shoferët e autobusëve në 32 episode të zbardhura transferimi i parash kanë transportuar rreth 3 milion euro kesh nga Italia drejt Shqipërisë, zbulohet nga dosja e SPAK.